1% për shembull numrin e deputetëve në parlament. Që i bie që ka të drejtë apo jo? Sepse kushtetuta ka pasur edhe interpretues të tjerë që kanë thënë që është shumë qartë e paraparë që 2 të parë të jenë të partisë së parë, më pas edhe 2 të tjerë të partisë së dytë dhe që i bie në këtë rast LDK dhe AK, ta ke nga një. Këtë rregull, kushtetuta s'po thon që s'ka thënë kësaj, gjykimi i gjykatës kushtetuese. Por kur a mund të ketë barabarësi atëherë me subjektet politike të profesion në KQZ, bie fjala të ketë 2 deputet. Vetëm me 51% të deputetëve që i ka, apo 56 deputetë sa i ka aktualisht, me 22 deputetë që i ka PDK-ja. Nuk barazohet tani jo. Tash numrat tregojnë diçka tjetër. Dhe në raste të tilla logjika tjetër e kuptoj që do të treshi vevës. Zotri Kastati. Flasim si jurista po. Ti thua që antari i tretë përket vetëvendosjes? Po. Ka pasur të tjerë që kanë thënë jo. Po, unë jap mendimin tim. Nëse përfaqësimi në KQZ është në bazë numrit përbërës së deputetëve në parlament, atëherë do të ishte kështu, tjetë. 3-1-1. Nëse shkuat e sisoj, atëherë api bjen që VV-ja me 56 deputet, të ketë 2 antarë në KQZ, e PDK-ja me 22 deputet të ketë 2 antarë, cila është barabarësia. Kur VV-ja po del që i ka edhe 2 herë më tepër deputet. Gati. E qartë, dhe pse kjo, për këto ekziston një debat